Banorët e fshatit të Rov kanë protestuar ditën e sotme për furnizimin me ujë të pijshëm, i cili sipas tyre prej 2 javësh është i pakonsumueshëm. Ata shprehen se uji ka një erë shumë të rëndë, duke e bërë të pamundur përdorimin e tij si për konsum, ashtu edhe për gatim. Ne kemi ujë 24 orë të rrjedhshëm, me vetë rrjedhje. Po ne kemi problem, ka një 15 ditë që ky ka erë, ka një erë të rëndë që ne nuk e pim dot. Edhe sy do të lash atje, të mbytën erë të qelbur, erë të keqe. Shumë e vështirë, për çdo gjë, edhe rrobat kur lan me aromë i kemi. Nuk e konsumojmë dot për të pirë, jo, por nuk e përdorim dot as edhe për të gatuar, sepse ai sa më shumë të zjej, aq më shumë aroma të këqija lçon. Sipas banorëve, situata prek jo vetëm fshatin të Rov, por edhe fshatin Pendavinj, ku në total rreth 1500 banor janë të detyruar të blejnë ujë për nevojat bazë, çka ka sjellë rritje të shpenzimeve familjare. Me ujë të blerë, se s'kemi zgjidhje tjetër, ne pa përdorshëm, ka erë shumë të keqe. Po është kosto e shtuar, nuk kemi çfarë bëjmë, nuk mund të lëmosemi, dhe kemi fëmijë të vegjël. Është kosto për ne, kjo blerja e ujit, se me pensione jemi shumë i caktuar, janë plej që kanë mbetur. I kontaktuar në lidhje me këtë shqetësim, drejtori i shoqërisë rajonale të ujësillës kanalizimeve Korç, Petrit Tare, ka deklaruar se janë kryer 2 herë analizat e ujit të pijshëm në fshatrat të Rov dhe Pendavinj. Sipas tij, bazuar në rezultatet e analizave, uji rezulton i konsumueshëm.